tjetër shpejt në fakt nga kjo hapësirë publicitare, po ndale me Klotildën për të folur pikërisht për zgjedhjen e Big Bastës. E pam reagimin e Big Mamës, si menjëherë pati në fakt edhe nga ana e fermerëve të tjerë disa reagime që ndoshta patën keqardhje për Ronin, për ata të cilët kishin krijuar më shumë afrimitet me të. Ishte i drejtë sipas teje apo i takon lojës? Shikoj, edhe unë po e mendoja, thash çfarë do bëj Big Basta dhe duke e parë edhe aty te ferma, e kisha të sigurt që ai këtë zgjedhje do bënte. Sepse u duki pa mëshirshëm, s'u mendua fare, e vendosi direkt, dikush tjetër do kishte paktën do kishte marrë pak kohë ta mendonte dhe do kishte menduar për të gjithë. Sepse do të thënë si të thuash se cili prej tyre mund të gjendej në atë situatë, siç u gjend Roni dhe mund të mendonte ose dhe ai vet mund të gjendet në një situatë nesër, sepse karma funksionon për disa personazhe dhe ai e bëri me aq gjaftësi sa ndaj dhe ngjalli paksa si thua inat dhe urrëtie tek banorët e tjerë. Po ndoshta ishte e pritshme nga Big Basta, duke qenë se ne e përshkruam pak më parë. Ai është një djalë i cili deri tani është munduar që t'i ruajë ato limitet e tij, mos t'i tejkaloj ndoshta edhe barrierat që i ka vendosur vetes, qoftë në reagimet impulsive apo inatin që mund të krijojë për një situatë apo për një tjetër. Ishte e pritshme për atë që ka bërë si lojë deri tani? Si lëvizje ishte drastike dhe ishte kundër rrymës, si të thuash. Më thonë nuk mund ta bëj kushdo atë si lëvizje, por që e pritshme. Unë të thash që nuk prite ju, duket si një tip oportunist, po ta shohësh mënyra se si flet. Gjithë kemi prit më fisnik i çik Big Basta. Që do thoshte le të rrite një javë të paktën Roni. Më kupton, ishte shumë drastike, ishte vendimi i lidhur. Sipas jush, pra si e keni konsideruar qëndrimin e tij deri në këtë pikë të personalisht doja që të rrinte. Patën edhe një javë të rrinte. Pse? Çfarë mendon se do ndryshonte në këtë një javë tek loja e tij? Çfarë mund të jepte më shumë ose do ndryshonte tek ai? Nuk e di, prisja në lloj edhe shkëndije me Big Bamën, se duke pa që kishim pak a shumë edhe pak si kimi me njëri tjetrin. Ajo e konsideroj vëlla në fakt. Po di, tash këto vëllezërit në het kthehen. Këto vëllezërit kthehen edhe bën dashurit përjetshme, kupton? Ti mendon që mund të kishte mes tyre një histori? Tani, tamam moda ka dalë se vllai kur e shoh me unaza në duar edhe banet them, kështu që unë personalisht e prisja sikur ta kishe edhe javë. Duhej parë ai raporti i tyre. Ti mendon që mund të kishte diçka? Siç thot ti të marrë sa e ke parti një. Ne gjithë ato shikime, vëlla, modër. Them se nga jo Big Basta, nga Big Mama mund të kishte ndjenja se reagimi i saj nuk mund të shpjegojë ndryshe. Ishte shumë kompleks si reagim të qarat e saj, domethënë të fusen në konfuzitet. O vërtet çfarë halli ka kjo apo jo? Tash diçka ka. Por nga Roni nuk besoj. Nuk ishte nga Roni të njëjtën ndjesi për Big Mamën. Andueli sipas teje deri në këtë pikë të lojës, këshe se mund të ketë më afër dhe që ndoshta i përputhet më shumë muhabeti. Ne kemi parë disa prej fermerëve me cilët ai qëndron më shumë, po duke ja njohur edhe karakterin e tij. Lidhur me ecurinë edhe të ngjarjeve, në fakt duket qartë që është Andrea. Në fakt nuk janë njohur kurrë më përpara, se disa nëpër komente janë futur me plan ose diçka e tillë, jo, nuk janë njohur jashtë dhe e shoh si një pikë mbështetëse të Anduelit vazhdimisht. Besoj që do shkojnë gjatë, do jenë drejt finales të dy, kështu që i duhet patjetër, sepse Andueli ka këtë që do një njeri në krah që të mbaj batutat, të vazhdojë këngën. Po ndje pak keq kam përshtypjen Andrea mbrëmjen e kaluar kur Andueli përmendi emrin e Nurit, edhe pse në fakt ai e harroi kam përshtypjen. Jo, nuk ishte kjo që e harroi. Andueli patjetër që shef Andrea në finale ose afër finales patjetër, ose konkurrent patjetër shumë të fortë dhe nuk mendonte asesi që ai mund dilte ose mund të ishte i rrezikuar. Për këtë arsye ai cilësoi një person që mendonte që ishte i rrezikuar, por që donte ta shpëtonte. Se mos na qan Andueli si Big Mama kur të dalë Andrea, nëse del Andrea që është shumë emotiv në këtë kohë. Mirë, po me punët e fshatit, ne po flasim shumë për atë që ata po tregojnë si karakter që është shumë e rëndësishme, sigurisht se në njërin anë tregon edhe atë afrimitetin që krijon publiku për t'i votuar etj, po sigurisht një pjesë shumë e rëndësishme është edhe përshtatja që kanë me punët e jetës së fshatit. Sa të është dukur i përshtatur Andueli deri në këtë pikë? Po, në fakt Andueli
më zhdukur i përshtatur patjetër, sepse një pjesë të fëmijërisë ti patjetër e ka kaluar në fshat, nga prejardhja ati ku vjen, kështu që është i njohur me kafshët, me punët e fshatit, pa çka se nuk është aq aktiv sa unë mendoja se do ishte. Preferon t'i këndoj lopës më shumë se sa ta miel. Atë që ti bëj më mirë. Po ndoshta din dhe këtë që lopa bën prodhon më shumë qumësht kur i këndon. Po i këndoj dhe Big Bassës, po Big Bassës pse i këndoj? Po a i këndon gjithve faktikisht edhe Big Bass në tani e përdor shumë, nuk e di se pse... A i më mirë të këndoj vajzave se sa djemve, se do kesh kuptohet pastaj. Jo, nuk ka. Kjo është një gjuajtje në bosh e Big Bassës në ajër që mendon se mund dalë diku për jo. E ka bërë të madhe se për shaka, po a i është tip shumë allegro, që vërtet i duhet fermës, sepse i je vërtet jetë. Është një fermer që ju ka zhgënjur, pra që mendonit që do jepte më shumë edhe që nga ana tjetër ju është dukur i heshtur, që nuk ka arritur ta nxjerrë pjesën më të mirë të vetes edhe nuk e ka treguar atë që mund t'ja? Unë thash në hyrje, Brikena, kështu që Prisja më Frederiku e duke pa natyrën e tij, duke pa natyrën e tij, se kështu e njoh edhe nga afër, ka shumë batuta. Çfarë mendon se po e pengon? Se sigurisht që kamerat nuk të lënë ndoshta thjesht totalisht të lirshëm. Duket edhe kjo jeta, këto detyrat e fshatit, nuk e di, duket si pak sikur nuk është atë në mundin e tij më të mirë, nuk e di. E prisja Shumë thonë që duket sikur ka shkuar me pushime dhe thjesht po e shijon, pa dashur të impenjohet shumë. Edhe kjo qetësia që t'jep ai ambienti atje, nuk e di. Prisja më shumë ca shkëndija, ca batuta, ca, domethënë, dinamika tjera që ti kisha aty brenda fermës, po si duket kjo qetësia ti ndoshta ka lënë për sprintin final. Nuk e di, uroj shumë. Nuk do të konsumoj energjitë. Po tani do ta shikoj me shumë vëmendje. Elton. Unë mendoj që në fakt të gjithë kanë shumë për të dhënë aty, sepse patjetër që ka një arsye që janë aty brenda, patjetër që i përkasin një botë të madhe të spektaklit, kështu që kanë shumë për të dhënë me artët dhe me gjithë pasionet e tyre. Nuk po e bëjnë faktikisht në gjenerali, nuk po e bëjnë sepse për shembull Federiku çdo individ aty brenda ka një strategji. Pra, nëse Limi ka pas një strategji të ngrenë një marrëdhënie dhe ka arritur qëllimin, ose Limi mund të ketë strategji të ngrej disa marrëdhënie. Ose disa marrëdhënie. Bravo, është i Zotit, bravo. Tash ti si individ aty, si lojtar që je aty brenda, sepse gjithsecili ka shkuar vetë në vetë. Dhe gjithsecili kërkon që të marrë çmimin e madh. Ti do shikosh dinamikat e gjithë fermerëve të tjerë, që ti të krijosh edhe ti një dinamik tjetër që tërheq vëmendjen e publiku. I shikoj shumë të qetë. Pra gjithë secili nëse dikush merr dikush një punë fshatit, kërkojnë që t'japin më të mirën, që të jetë edhe ai që të fitojë simpatinë e publikut, dikush një lidhje, dikush si Big Mama me 12 pikë shtash duke lëri gjithkohë. Edhe kjo më duket një lloj strategjie mu. Po që Frederiku për shembull me këtë qetësinë e tij, domethënë nuk e di se si ka mundësi. Babai i shtëpisë pra? Frederiku ka parë që e gjithë vëmendja. Po shodhera me humorin e tij do të ishte më aktiv. Më aktiv. Klotil, sipas teje kush do duhet kishte dhënë më shumë? Je e të njëjtit mendim me Ditmarrjen dhe Po, edhe unë, domethënë si nga Frederiku, si nga Erandi, prisja më shumë, edhe nga Big Basta patjetër, prisja më shumë të ishin më aktiv, të ishin protagonistë të vërtet. Ato duket sikur janë të ulur në atë koltukun e pritjes ku shijojnë atë kafen, bëjnë ndonjë bisedë edhe janë bërë spektator të protagonistëve kryesor që janë pikërisht Limi dhe Alba. Më duket si rënje nga vakti, si të thuash, që personazhet tillë kaq të mëdhenj të mos arrin të rrëmbejnë vëmendjen drejt vetes, që janë mësuar gjithë jetën me skenën, me dritat, me sharmin e tyre, ata duhet ta kishin tërhequr vëmendjen drejt vetes dhe të bëshin spektator të këtyre historive roz, që në fund të fundit mund të jenë janë të bukura, por jo që të ngrihen në pjedestalin e formatit. Do të ishte pyetje retorike t'ju pyesja nëse ju ka surprizuar dikush apo automatikisht do të mendojmë që Limi dhe Alba me këtë vëmendje që tërhoqën ishin surprizues në këtë format? Big Basa për keq. Domethënë prisja një Big Basa, një djalë më rebel, një djalë që të tërhiqte shumë vëmendjen, po shikoj edhe nga ana emocionale sikur domethënë ndryshon nga dita në ditë. Ka ditë që është mirë, po nuk e ka vazhdimsinë. Pastaj i fut një 3 ditë offline, ka të nuk e di, domethënë nuk e shoh nga emocionale mirë. Po duhet kemi parasysh që bota e artistëve, muzikantëve është pak dark, sepse shumica e kohës e kalon në studio dhe kanë pak të vështirë të përshtaten në një format të tillë.
Dhe po ta vëshëre, këngëtarët janë gjithmonë, këngëtarët, aktorët janë ata që sikur stepen, sikur e humbasin pak atë fillin e të jetuarit në sytë e kamerave. Përjashtim bën Andueli, i cili është akoma i ri, se më thej që është 24 vjeç dhe është akoma tek tipi i tij. Kur të kalojnë ca vite dhe Andueli kam përshtypjen që nuk do jetë ky që shohim sot. Kemi 2 pika për të diskutuar. Nena, sa mendoni se do ta ndryshojë dinamikën e lojës, qoftë edhe me limin pak se pas që edhe Alba në momentin që u fut, pati një lloj reagimi, nuk e di sa u ndjej ajo e friksuar nga ardha e një vajze të re në fermë, duke ditur edhe natyrën e limit. Sa mendoni që do të ketë një lojë dominante edhe ajo në fermë? Kjo futja e re do sjellë çik energji tjetër në shtëpi dhe ashtu pres edhe unë, dinamika tjera. Dhe tani sa i përket Albës, Alba do vazhdoj ta marrë fortat e limin se ndoshta mund të ikë nga duart. Se e kam parë që është pak është i lëkundur, kështu që presim tash loja është drejt sprintit final dhe presim dinamikë, do të thënë të jetë më dinamike loja deri në fund, sepse ne shohim nga jashtë dhe publiku të gjithë është si një lojë futbolli që minutat e fundit presim gjithë nga 2 krahas ku do bëhet goli, kështu që ana tjetër, në fakt, si në futboll që krahasove shumë mirë, në fund pritet dhe zëvendësime, në fakt dhe do ishte shumë mirë që kjo telenovela e Limit dhe Albës të marrë fund për ose të paktën të japi një pauzë për të dhënë pak ca dinamika tjera. Ajo do mund forcohet. Jo të forcohet jashtë, po aty brenda të shohim pak më shumë spektakël dhe më shumë protagonizëm patjetër, sepse është normale dhe duhet të jetë pjesë e realitit. Kartonin e kuq praja dhe Big Bastës. Big Bastës për kartonin kuq. Po kartonin e verdh kush e merr? Frederiku, nuk ka dhënë fare. Shpresojmë të rikuperojë. Që është edhe jam i dyzuar mes Federikut dhe Erandit. Erandi ka humor, ka humorin. E shikoj gjithkohën është, domethënë sikur është me 39.5 temperaturë dhe është nuk ka energji. A besoni se mund të krijohet diçka me Elinaren, se kemi parë situata të ndryshme. Po duket më shumë si një histori e sajuar në kuptimin për të krijuar një fabull të kjo mosha e madhe që të kemi çifte në çdo lloj brezi që është aty, po jo se nuk shesh këndia mes të dyve. Ajo që bëri shumë përshtypje sot ishin lulet, ai helikopteri i ardhur nga Dionisi për Nurin. E keni patur mundësinë ta shihni në rrjetet sociale? Sa vjen dhe shtohet, domethënë gama. Si është dukur kjo mbështetje që ish fituesi i edicionit të parë i ka dhënë Nurit në këtë edicion të dytë? Është apo i gjuan nga jashtë? Që Dionisi si lojtar që është, gjithmonë i ka menduar mirë veprimet, edhe është, do thonë, ka patur edhe më herët në fakt reagime të cilat kanë qenë pro Nurit, një mbështetje që ja ka dhënë vazhdimisht në rrjetet sociale. Sepse i duket ndoshta fluturake, luftarake, i duket ndoshta i ngjason pak me tipin e tij, se e kam parë në një duel me Albën, Nuri ishte shumë e fortë për ta përballuar, ishin përballë njëra tjetrës. Kështu që ndoshta ka parë veten e vet në gjinin për gjithë fansat e Dionisit që të suportojmë. A mendoni që mund të ketë diçka për te kësaj mbështetjes dhe fakti që ai mund të shojë një lojtare të fortë? Pse jo? Sepse trëndafilat ishin ato që komentoheshin më shumë nga fansat, nga publiku dhe që kishte bërë përshtypje për te mbështetjes që ai ka dhënë. Varet nga ngjyra, çfarë ngjyre ishin trëndafilat? Të kuq, pse jo? Patjetër që ka një mesazh. Që mund të ketë diçka. Kemi një fillim. Edhe mund të mendojmë. Kemi drejt të mendojmë. Një aventurë. Kush është fermeri që sipas jush është e sigurt që do të shkojë në finale? Nuk po themi fitoren, kemi ende shumë javë përpara dhe duhet të shohim se si. Po ta tremi me mendim. Tani Eldonin e di. Po besoj se kam të drejtë. Patjetër, e ke të drejtën po. Po finalisti që është mendoj unë që është më i kutori është Limi, finalist. Por atë që ka dhuruar gjatë gjithë saj kohë, strategjinë, me atë qetësinë e vetë, me lojën që... Ka dalë në fakt edhe i preferuar i publiku deri tani, edhe pse loja mund të ndryshojë. Por mu është finalist i pa diskutueshëm, se do e fitoje apo jo, kjo i ngel në dorë publikut, por që për mu finalist është nuk ka shumë komente. Klotil? Atëherë unë po them Limi, Andueli dhe ndoshta Erand Soli. Do të më duket sikur po e mban çik ato. I kemi të fiksuara këto parashikimet, kështu që do ta shohim deri në fund se sa të saktë ishit. Erandi akoma do duhet të shohim. Unë ju falenderoj shumë që ishit në vizionin e pasditës. Ishte kënaqësi shumë të ndanim këtë bisedë së bashku. Ne shkëputemi për publicitet dhe kthehemi vetëm pas pak.